Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Ka nisur seanca e deklaratave hyrëse në rastin ndaj Hashim Thaqit, Bashkim Smakaj, Isnik Kilajt, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuqit, të cilët përballen me akuza për pengim të drejtësisë. Sipas këtij akuzës, Thaqi bashkë me akuzuarit e tjerë dyshohet se kanë vënë në dispozicion informacione konfidenciale që lidhen me dëshmitarë, si dhe kanë dhënë udhëzime për ndërhyrje në dëshmitë e tyre. Gjykatësi Christopher Gosnell shpalosi lëndën, duke treguar se aktakuza ishte njoftuar më 29 nëntor 2024 dhe me 16 prill 2025 dhe ishte konfirmuar me një shtesë të përgjegjësisë penale për Thaqin. Gjykatësi Christopher Gosnell shpalosi lëndën duke treguar se aktakuza ishte njoftuar më 29 nëntor 2024 dhe me 16 prill 2025 ishte konfirmuar me një shtesë të përgjegjësisë penale për Hashim Thaqin. Aktakuza për këtë çështje gjyqësore kanë filluar në vitin 2024 dhe ndërkohë më 29 nëntor 2024 i lëshuan fletarestët për Thaqin, Smakajn, Kilajn, Fazliun dhe një fletëthirrje për paraqitje për Kuqin. Më datën 8 dhjetor 2024, u organizua seanca e parë për të akuzuarit, të cilët u deklaruan jo fajtor për akuzat e ngritura kundër tyre më 16 prill 2025 në vijim të gjykatësit të procedurës paraprake, autorizoi shtesën e formës së përgjegjësisë penale në lidhje me Thaqin, vetëm dhe prokurori dorëzoi një aktakuzë të konfirmuar të ndryshuar. Prokurori specializuar teksa lexoi pikat e akuzës që rëndojnë ndaj Thaqit, tha se ai akuzohet për 3 vepra penale kundër rendit publik dhe 8 akuza për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Hashim Thaqi mban përgjegjësi penale për pika 1, tentativë të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes së një grupi midis Sopakut 26 qershorit deri më 18 korrik 2023, vepër penale kundër rendit publik. Pika 2, tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprim të përbashkët të një grupi midis Sopakut 9 shtatorit dhe 30 tetorit 2023, vepër penale. Pika 3, tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes së përbashkët të një grupi midis Sopakut 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023 dhe veprën penale kundër rendit publik. Pika 4, shkelje e fshehtësisë së procedurës përmes zbulimit të paautorizuar të informacionit të fshehtë midis Sopakut 26 qershor deri më 18 korrik 2023, vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Pika 5, shkelje e fshehtësisë së procedurës përmes zbulimit të paautorizuar për informacion të fshehtë midis Sopakut 9 shtator deri më 30 tetor 2023, vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Pika 6, shkelje e fshehtësisë së procedurës përmes zbulimit të paautorizuar të informacionit të fshehtë midis Sopakut 6 tetorit deri më 2 nëntor 2023, vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Më pas, prokurori vazhdoi t'i paraqesë akuzat të cilat ngarkohen Bashkim Smakaj, Isnik Kilaj, Fadil Fazliu e Hajredin Kuqi. Bashkim Smakaj mban përgjegjësi penale individuale për pika 12, tentativë për pengim të personave zyrtar për kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes së përbashkët të një grupi midis Sopakut 9 shtatorit deri më 30 tetor 2023, vepër penale kundër rendit publik. Pika 13, mosbindje kundër gjykatës midis Sopakut 9 shtatorit deri më 30 tetor, vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Isnik Kilaj mban përgjegjësi penale individuale për pika 14, tentativë për pengim të personave zyrtar për kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes së përbashkët të një grupi midis Sopakut 6 tetorit deri më 2 nëntor 2023, vepër penale kundër rendit publik. Mosbindje ndaj gjykatës midis Sopakut 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023, vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Fadil Fazliu mban përgjegjësi penale individuale për tentativë për pengim të personave zyrtar për kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes së përbashkët të një grupi midis Sopakut 26 qershorit deri më 18 korrik, vepër penale kundër rendit publik. Mosbindje ndaj gjykatës midis Sopakut 16 qershorit deri më 18 korrik 2023
vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Hajredin Kushi mban përgjegjësi penale individuale për mosbindje ndaj gjykatës midis Opakut 1 dhe 13 shtatorit 2023 vepër penale kundër administrimit të drejtësisë dhe administratës publike. Gjyqtari Gosnell gjatë seancës në rastin ndaj Thaqit, Smakajt, Kilajt, Fazliut dhe Kuqit për veprat penale kundër administrimit të drejtësisë caktoi si datë të synuar 13 marsin 2026 që prokuroria të përfundoj me çështjen e saj në këtë rast. Prokurori Joshua Hafec tha se ka dëshmi të shumta kundër Thaqit dhe të akuzuarve përfshirë 9 audio incizime në qendrën e paraburgimit në Hag, thirrje telefonike, urdhra të gjykatës që pretendohet se janë shkelur dhe ekspertizë që dëshmojnë se dokumentet që u gjetën në Kosovë ishin printuar nga printeri që përdorte Thaqi në Hag. Gjatë seancës u shfaq edhe një audio incizim i Thaqit dhe Fazliut në takimin e tyre më 2 korrik 2023 në Hag. Prokuroria tha se ata po flisnin për dëshmin e komandant Remit. Thuaj shkurt, po jo, mos filozofo. Shkurt jo 12 orë, se 12 orë pa rëshqit diku nuk e lë. Sipas prokurorisë më 3 shtator 2023 në Hag, Thaqi dhe Kuqi diskutuan për 3 dëshmitar, pretendoi prokuroria. 2 nga ta ishin ish-pjesëtar të UÇK-s, përfshirë Zyrapin dhe i treti ishte një person që do të dëshmonte për keqtrajtimin e pretenduar nga UÇK-ja, tha ZPS-ja. Sipas tyre, ka prova që mbështesin të gjitha pikat e aktakuzës. Nuk janë vetëm këto 5 vizita, ai përdori edhe vizitat e tjera për të nxjerrë informacione konfidenciale dhe për të ndërhyrë në dëshmitar. Motivi që dëshmitarët të ndryshonin dëshmit ose të dëshmonin në një mënyrë që ta ndihmonin çështjen e Thaqit. Gjatë 2 vizitave në qendrën e paraburgimit në Hag, Smakaj, tha prokuroria mori udhëzime nga Thaqi se si të ndikohej në dëshmitar. Një nga ta u tha se ishte Bislim Zyrapi. Prokurori Joshua Hafec pretendoi se akuzat ndaj Fadil Fazliut kanë të bëjnë me udhëzimet që ai mori dhe ja përcolli Rustem Mustafës Remit se si të dëshmonte në Hag gjatë gjykimit të Thaqit. Prokurori tha se Thaqi dha detaje se si ish shefi i shtabit të UÇK-s Bislim Zyrapi, dëshmitari prokurorisë, të dëshmonte. Dha udhëzime si të jepte dëshmi se duhej të ishte i saktë të mos jepte shumë gojës. Thaqi kishte dhënë informacione konfidenciale për dëshmitarët e mbrojtjes dhe duke pretenduar se ishte tallur me 2 prej tyre dhe një nga ta ishte me aftësi të kufizuara. Prokurori tha se edhe Kilaj udhëzua se si dëshmitari 4 të ndryshonte dëshmin gjatë seancës. Thaqi nënvizoi rreshtin e fundit dhe faqen e dëshmisë para prakje të dëshmitarit, saktësisht se çfarë duhej të ndryshonte ai. Fazliu e kishte vizituar Thaqin në paraburgim në korrik të vitit 2023. Sipas ZPS-s, me të kuptuar Thaqi se kur do t'jepte dëshmin në Hag, Remi, si dëshmitar i ZPS-s, djali i Fazliut e kontaktoi Remin dhe më pas ai u takua me të akuzuarin. 3 ditë më vonë Fazliu shkoi e takoi Thaqin në Hag dhe vizita u incizua. 5 ditë pasi prokuroria njoftoi për dëshmitarin për 26 qershor, djali i Fazliut kontaktoi Remin që Fadil Fazliu të takohej në Kosovë. 3 ditë më vonë Fazliu shkoi e takoi Thaqin në Hag dhe vizita u incizua në bazë të një urdhri gjyqësor. Gjatë vizitës ai foli për dëshminë e Remit dhe tha se dëshmia e tij ishte vendimtare dhe se ai do të vendoste precedentin e dëshmitarëve pasues që do ta ndiqnin atë. Duke thënë atë që Thaqi i tha në hollësi se si do duhej të ishte dëshmia e Mustafës, çfarë duhej të thoshte ai në mënyrë që Remi të kthehej në Kosovë ose si hero ose si njeri i turpruar. Thaqi i dha urdhër Fazliu që këto udhëzime t'ia jepte Mustafës para se ai të dëshmonte në Hag. Ndërkaq Kuqi, tha ai, foli me Thaqin për ndikim ndaj 2 dëshmitarëve dhe 1 viktime. Gjykata Supreme ka vërtetuar dënimin me burgim të përjetshëm ndaj Dardan Krivaçës për vrasjen e Marigona Osmanit. Me gjykimin e shkallës së parë, Krivaça ishte shpallur fajtor për veprën penale, vrasje e rëndë dhe ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Gjykimi ishte vërtetuar dhe nga gjykata e shkallës së dytë. Kolegji gjyqësor vlerësoi se gjykatat më të ulta kanë analizuar në mënyrë të detajuar gjitha provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor, përfshirë dëshmit, raportet e ekspertizave dhe provat materiale, duke përfshirë dhe video incizimet e administruara nga banesa, ku kanë qëndruar i akuzuari dhe viktima.
Një punonjës ka humbur jetën sot si pasojë e një incidentit rënd të ndodhur në termocentralin Kosova B në Obiliq. Në vendin e ngjarjes kanë dalë menjëherë zyrtarët e Kekut, policia e Kosovës dhe ekipet mjekësore, të cilat kanë konstatuar se viktima 55 vjeçar ka ndruar jetë. Keku njoftoi se autoritetet përkatëse janë duke trajtuar rastin në përputhje me procedurat ligjore. Policia e Kosovës ka sqaruar se raportimet e fundit kryesisht në mediat serbe, sipas cilave personat maskuar shqiptar kanë vendosur pengesa dhe kanë qelluar ndaj policisë serbe në zonën Madijika, nuk përputhen me të dhënat zyrtare. Policia njofton se ka verifikuar gjitha informacionet përmes masave institucionale dhe nuk ka gjetur asnjë incident të tillë në territorin e Kosovës. Po ashtu, për veprimet e marra është njoftuar dhe KFOR-i dhe patrullimet e përbashkëta në brezin kufitar vazhdojnë normalisht. Policia e Kosovës sqaron me përgjegjësi të plotë institucionale se ka ndërmarrë gjitha masat e nevojshme policore, duke përdorur të gjitha format verifikuese institucionale, duke rezultuar se nuk ka dëshmi apo të dhëna zyrtare për të ndonjë rasti të tillë të evidentuar apo të ndodhur në brezin kufitar të asaj zone. 12 persona janë intervistuar lidhur me dyshimet për falsifikim të rezultateve të votimit në 2 qendra të ndryshme në Vushtri e Skenderaj. Sipas policisë, rasti në qendrën e votimit në Vushtri ka të bëjë me periudhën 29 dhjetor 2025 deri më 2 janar 2026. Lidhur me këtë rast, 7 persona të dyshuar janë ftuar për intervistim nga organet e hetuesisë. Pas intervistimit me urdhër të prokurorit kompetent, ata janë liruar në procedurë të rregullt. Ndërkaq për rastin e dytë në qendrën e votimit në Skenderaj, që i referohet të njëjtës periudhë kohore, 5 persona janë ftuar për intervistim. Edhe në këtë rast, pas përfundimit procedurave hetimore fillestare, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt me vendim të prokurorit. Hetimet lidhur me të dyja rastet janë në vazhdim. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, tha për Radio Televizionin 21 se institucionet në Kosovë duhet ndërmarrin masa në mënyrë që në Kosovë të ketë rënje të shkallës inflacionit. Sipas tij, qytetarët në Kosovë po përballen me rënje të standardit jetësor dhe se vetëm me masa të duhura një gjë e tillë mund të ndalohet. Ai tha se institucionet duhet të tregojnë të kujdesshme që të mos stimulojnë inflacionin me masa që ndërmarrin. Po, gjithë jemi dëshmitar të këtij realiteti ku ne jemi duke jetuar me një rritje të çmimeve me një inflacion të lartë, edhe donat zyrtare nga gestioni statistikat Kosovës, po edhe nga ana e donave tona të Odës Ekonomike të Kosovës, e kemi pasur që vitin e kaluar kemi mbyllur me një inflacion mesatar pe 3.9, ndërsa ai mujor ka qenë mbi 5% në muajin dhjetor. Kështu që padyshim që kjo e ka ulë standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës dhe ky trend është duke vazhduar. Por jemi në pritje me pas se Qeveria e Republikës Kosovës, ku edhe kryeministri në ekspozen e vetë që ka pasur në Kuvendin e Republikës Kosovës ka premtuar që do ta sjellë një paketë që do të ndikojë në uljen e inflacionit dhe në përmirësimin të çull standardit jetësor të qytetarëve të Republikës Kosovës. Edhe në takimet që i kishëm me ministrin zonjën Kusari Lila, e diskutuam këtë shqetësim, edhe premtoi që do të shohim për me sjell paketën, do ta diskutojmë gjithë së bashku të gjithë. Do të kemi mundësi për me dhënë edhe komente, po edhe me diskutu, edhe me pas se cila do të jetë paketa më e mirë që do të ndikon për të mirë të qytetarët e Republikës Kosovës. U tha se kur mbrin inflacioni mbi 5% është e vështirë të ndalet. Sa qëndron kjo dhe si do duhej që të... Nuk isha me thonë që është e vështirë, vetëm duhet një analizë e mirë dhe duhen masa konkrete të mira që me dhënë efektin e vet, pa e dëmtu qoftë sektorin privat, qoftë qytetarën e Republikës Kosovës ose ekonominë e vendit. Apo japin themi rezultat ngritja e pagave që po bëhet? Shiko, ngritja e pagave nuk jep rezultat. Të indekson në nivelin e inflacionit, mirë po mundet me pas edhe efektin tjetër, stimulon inflacionin për shkak se ajo shkon në tëra në konsum. Dhe në moment që rritet kërkesa për konsum, rritet edhe ne problemin e kemi me të energjia elektrike. Ja tani paralajmërim për një rritje të re. Kjo me automatizëm ndikon në rritjen e çmimeve. Me automatizëm ndikon në shtimin e inflacionit. Kështu që këtu duhet me pas kujdes. Këto janë masat që po folëm. Duhet me pas kujdes qysh mos me stimulu pisëmbrëmshmi rritjen e inflacionit. U kërkua edhe 18%. Vërtet thonë se do ta rëndoj
ose do ta shtojë inflacionin? Shumë. Do të ndikoj për të keq. Si te qytetari, si te biznesi, si te ekonomia e vendit. Për këtë arsye, presim që këtë herë me qenë se kemi kuvendin fuqi plot, mos rrit dur kryq, po kuvendi të reagoj. Gjindet mundësia që mos të rritë çmimi i energjisë elektrike. E kemi kuvendin dhe qeverinë miratuan buxhetin prej 4 miliardë euro. Si e pat në përgjithësi me që është ende herët, sepse duhet t'i lëmë atë një qënditshëm, por në përgjithësi kështu. Tona, ne nuk kemi pas asnjë deklarim rreth buxhetit, për shkak se pritjet tona janë që ka rishiku buxheti. Ne e dim situatën se sa shpejt u përcoll buxheti dhe sa ka pas mundësi qeveria ta përgatit buxhetin. Domthonë ishte një buxhet emergjent, një buxhet që është dash për mos me me shërbysit publik pa paga, po dhe disa obligime që janë mu pagu dhe mos me pas ndalje. Me vetë faktin që ministrit e reja që u prezentu në qeverinë e rejë nuk ishin pjesë e buxhetit, kjo tregon se sa ka pas mundësi mu përgatit një buxhet mbi bazën e programit ose mbi bazën e strategjisë së qeverisë të re. Kështu që pritjet tona që do ta kemi në rishikim dhe gjatë fazës së rishikimit të buxhetit deri në aprovim do të kena mundësi për me pas sa do të jetë buxheti i zhvillimit ekonomik apo çfarë orientimi do të marrë buxheti. Informacionet më të reja mund t'i gjeni dhe në portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim.